Që kemi, ja ku jemi sërish së bashku në këtë video, ku unë sot do të bëj një challenge. Për të gjithë ju që e keni parë në TikTok, challenge është me letrat e Bixhosit. Pra, po shpjegoj për të gjithë ju që nuk e keni parë ende, dhe pse nuk besoj të mos e këtë parë njëri. Ky challenge është që unë do të bëj një make-up në bazë të letrave të make-upit. Pra do zgjedh një letër dhe nëse letra është tresh, do bëj 3 pika hidratant ose concealer. Pra letrat vendosin make-upin tim. Kështu që unë do vazhdoj tani dhe duke praktikuar këtu dhe duke bërë shera parë që po e bëj më besoni, edhe duke bërë këtu me ju, edhe ju e mësoni dhe për të bërë video për veten tuaj, për të qeshur, pse jo. Si që duket unë jam pa make-up, por që të lyem tani. Atëherë, fani, ky është 11 pik, qupa është 12 edhe tëri është 13 pik. Pra, kurse asi dhe dyshi janë njësh edhe dysh. Nuk po i quaj si letra më të mdhashu si që luajmë në Bixhos, kurse Gjoli, nëse më bie, do jetë aq pika sa të dua unë, ose mund të përdor make-upin si që dua unë, atë lloj make-upi që do jem duke bërë në ato moment që më bie Gjoli. Kështu që vazhdoj direkt me këto letrat, unë i kam të gjitha këtu, nuk po bëj hile, më besoni, po i trazoj pak, dhe do zgjedh njërën prej tyre. Po i bëj kështu që edhe po shoh nga kamera, që mos të shoh këtu, dhe pse nuk duket. Po zgjedh këtë. Pra unë do bëj vetëm një pikë hidratant. Wow. Qa fati. Okej, hidratanti është këtu. Po mundojmë të hedh shumë. Një pikë, më lejohet. Po si mund të bëj një pikë unë? Okej, do të bëj kështu te dora. Do me thënë kaq lejohet. Se s'po e bëj loj me hile, pra. Po e përhap kështu. Dhe pse është shumë pak, nuk do më përhapet mirë krem pudra. Po s'ka gjë se është thjesht një loj. Iku dhe hidratanti. Tani kemi primer që është këtu. Po i trazoj prap për të parë se sa pika do më bien primer. Ure të më bien pak më shumë si hidratanti se me një pikë ku të shkoj. Po zgjedh prap në mes dhe do zgjedh këto. Okej, është 4, mendova prap si ishte as. 4 pika primer, super. Primeri është këtu nga Catrice. Nëse doni që t'i dini, unë prandaj po e tregoj. Por nuk më pëlqeu shumë se e ka marrë kështu si krem. Unë nuk e dija. Prit, sa hodha unë këtu? S'do të bërë muhabet se ngatrohem. Okej, një pikë pra. Jo, prit. Po e edh kështu. 1, 2, 3, 4. Tani dhe ta përhap. Po këj ka një gjë të mirë se nuk ka si ngjyrë kremi, por në lëkurë përhapet. Edhe nuk është si krem. Pra duket. E mua duket se nga që kam në shanet nuk është se mi mbulon. Ja, duken prap. Po të dikush tjetër që do që të ketë një lëkurë të sa më natyrale, mund dhe ta përdori këtë. Edhe si primer dhe si krem. 2 në 1 pra, qa fati. Okej, super. Pricarova qik syt këtu. Tani kemi, atë kisha bërë një vetë, apo bëj kremin. Tani do bëj kremin që është ky Supra Color, që ka super mbulim. Ure të mbyrë diçka e mesme. Aj sa lyem unë. E mesme, unë s'lyem të pak. Lyem shumë.
Do zgjedh prap në mes, se duke qenë se unë duke i trazuar i shoh letrat e fillimit dhe të fundit, kështu që zgjedh këtë këtu. 8, super! Atëherë, marrim furçën. 8. Një, 2, ups, ndava. Okej, 3. Po i quaj 3 që mos ta bëj me hile. 4, 5, 6, 7, 8. Bëra dhe buzët. Unë 8 e leva kështu me furç, lart e nga lart. O zot, se kam dhe posturën këtu, po e shoh. Tani do përdor sponxhin, por do më duhet të numëroj prap letrat, sepse duhet ta lë kremin kështu pastaj. Po zgjedh për hapjen e kremit me sponge, pra me sponxher. 7 herë. Po si mund ta bëj 7 herë unë këta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E bëra pa dashje. Kam dhe një të fundit që më kam mbetur pak të balli këtej dhe syri. Okej, se kam përhapur mirë, po s'kam ç'a bëj. E fundit është kjo dhe s'do ta lëviz dorën. 7 pra. O zot, vetëm kështu si isha lyer ndonjëherë. Shtata ishte shumë e gjatë. Mirë, në rregull, nuk është se kam hapur shumë mirë, sepse hapet kështu. Por unë e mora kështu, zvarrë. Gjithsesi s'ka problem. Është thjesht një challenge për të qeshur të gjithë së bashku. Prit, ç'a do bëj tani? Tani do bëj pudrën e bardhë. Kisha lirë dhe një syt. Prit se harrova, do ta bëj kështu. Dhe unë do zgjedh këtej. Wow, gjol! Se s'po kuptoja që ngjyrë është ky. Që nga gjol blu. Gjol! Po që dua unë pudrën? Pudra duhet maksimumi 4-5 herë. Po tani më ra gjoli mua. S'kam fat në lojë, sepse kam fat në dashuri. Në gjenë kryesore. Sa ishte? Sa dua unë. Okej. Po bëj pra këtë këtu. Se bëra shumë. Është në mbarim edhe kjo, do më duhet një puder. Duhet të blej këtu, se ishte tek Sephora. Ishte ajo e Huda Beauty, po ishte 50 euro me ofertë. Edhe ishte pak e shtrenjtë pak. Po ajo është shumë e mirë. Të kisha bërë dhe njëherë konturet. Po hajtë s'ka gjë. Tani po e përhap. Sa të më doj qefi mua, me qënë se më ra gjoli. Super, më mirë kështu. Sikur të mbiri prap.
Okej, e bëra gjithë fytyrën mat. Wow, rroba concealer. Hajde make-up, hajde. Po që su dukur ka keq. Mirës. Tjetër do bëjmë contourin, pastaj blushin, pastaj highlighter. Edhe zgjedhim pra për contourin. Trazojmë prap letrat. Të zgjedh këtë 8 konture. Tani unë nuk kam kontur të lëngshëm si që kam bërë. E di qa? Po si kur ta bëjmë buskuq. Kafe është ky. 8 herë po bëj 1, 2, do më gjisin faqet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do dalë kështu tash, do iki, do blej gjëra. Tani e përhapim pasi e bëra 8 herë. Nuk që ta përhapim, unë s'bëj kontur kështu. Unë e bëj kështu të thatë. A ta përhap me sponge? Po. Iku. Po kjo s'duket shumë. Është dhe i kikos ky. Nëse në buzër e mirë ky. Po përa në buzër shumë i bukur dhe është numri 433. Kam edhe këtë të kuqin. Për që si kam bërë akoma me ata. Ndo një ditë të bukur me diella. Do t'i lyjme pa tjetër. E këtë mbaruam. Tani po bëjmë pa kontur të thatë se nuk duket shumë si që duket edhe në kamerë, s'duket fare zere. Edhe përfituam nga rasti se nuk e dija se sa do mbinte konturi, imagjino të mbinte vetëm një herë, qa do bëja. Por të paktën kam një hije kafe në faqe. Atëherë kjo është për kontur të thatë. Ku të zgjedh tani? Të zgjedh këtu. 2. E pra, si kur të dija. Bëj vetëm të faqet atëherë. Të sapet kjo. Që nga e fort. Si ta bëj unë pa e shkëputur dorën? Ta bëj vetëm i kështu? 1, 2. O bo. 2 herë, ua, sa keq. Po kjo do shpërndar. E po mirë, unë e bëra 2 herë, tani s'për lyj me furçën, po e shpërndaj. Ma falni, apo jo? Ja, po e fshit e dora. Po përhap vetëm këtë që hodha.
Ameriku, kjo është 2 herë. Ka që mund ata përhapja. Pra s'po bëjmë as tek balli, as këtu. 2 herë më lejoj. Tani do bëjmë blushin. Do bëjmë këtë të bukurin këtu. Këtë pastaj ky është highlighter me cica. Që nga shumë e lezetshme kur e bëke. Unë se kam bërë kur, si që thash, edhe doja ta bëja këtu me ju. Sepse dija që të dilte diçka e lezetshme. Atëherë, kjo është për blushin. Po marr këtë. Sa shumë. Ku ta çoj unë 13 pika? 13 furça I bie. Po marr këtë të Sephorës. Një për lyng nga pak, se s'kam ta bëj. 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pa e shkëputur furçën dhe 13 pa e shkëputur bravo. E bëra. Mirë çka. Tani highlighterin edhe po e bëj me këtë furçën e vogël fare, se në qik do hedh. Në qik. Varet nga letra. Në qik. Po, aq do hedh, sa duash ti. Këti po frynë shumë herë, nuk e di dëgjoni apo jo. Por unë kam dalë të këtu në balkon edhe nga që është me xham edhe po bëjnë shumë këto xhamat. Qa frike, apo s'jam dhe një shullun. Do përmbytemi, do viteti këtu. Të marri hera. Kjo letra është për highlighter dhe është... Ha, super, 2 pika, pra. Po bëjtë këtë 2 faqet. Të bëjë dhe pak të munda, për nuk dua. Një. Se si doli. 2. Bo. Sigur kam zbrit nga mali. Edhe se ati ishe ftot me borë. Dhe janë skuqur faqet këshu. Sa keq. Qa do bëj tani? Tani do bëj vetullat, se si kam bërë. Atëherë, për vetullat unë do përdorë... Nëse zgjidhim një letrën që ta di qa të përdorë. Dhe po zgjedh këtë 8. Shumë mirësh. Po bëj 4 andej 4 këtej. Po marr këtë furçën edhe këtë. Po luj direkt pa I ngrirë. 8 herë ishte. 1 2 3 4. Oh, bën 4 këtu. Prit qik. Bëj dhe qik këtej. 1 2 3. Ua, të shëmtuar. 4. Edhe 4 8. E mirë, po I kreo mos ta di njeri. Po I kref me këtë që mos duket shumë keq. Sikur të rrimë të make-upin, unë do ta laj.
5 e mirë jam. Më mirë se sa fare. Si burr. Burr me vetëlla të trasha. Tani do bëj rimelin. Rimeli inshallah sa më shumë që të dalë syri bukur. Se kështu duket bosh. Në këtë këmë bëjt që të letra ndohër shumë. Kësha më në gjysmë të paktën. Po zjedh këta. 5 është shumë pak për rimelin. Por unë po bëj diçka. 1, 2, 3, 4, dhe një kam. 5. Ua sa bukur. Yll fare që thua. O zot, po dhani. Tani po bëj dhe buzët të fundit. Se nuk kam qatë katranos më. Po lyej edhe buzët me këtë. Përse do t'i lyej arova. Do t'i lyej me atët esencës që e ka marrë në Shqipëri dhe ka kohë që s'po mbaron, sepse ka marrë shumë shkëlqysa. Po zgjedh këtë 3 herë. Okej, shumë mirë. 3 herë pra mbushje furçën. 1, 2, 3. Okej, ky doli mirë. Dhe pse nuk është se duket shumë se s'ka diell. Edhe nuk po shkëlqej shumë. Bërritëm dhe në fund të videos, edhe ky ishte make-upi im me letrat e Bixhozit dhe e di që s'është mjaftueshëm i bukur, për ato zgjedhje që mu bën mua, të paktën duket mirë. Kështu që uroj shumë që të keni pëlqyer video dhe për të gjithë ju që jeni të rinj në kanalin tim, do ju lutesha të bëni like edhe subscribe. Edhe ju puth fort të gjithëve dhe më komentoni se çfarë keni dëshirë çdo video që doni të shikoni prej meje. Ju puth fort të gjithëve dhe shihemi në video në radhës.